Patjetër, po përgjigjen do ta jap siç e di unë. Ne kemi sot një aleancë të dukshme mes doktor Berishës edhe organizatës Omonia të Fredi Belerit dhe Vangel Dules, të cilët po dje deklaruan të njëjtën gjë. Dhe për çfarë deklarojnë? Deklarojnë për një dokument i cili është i mikrofilmuar nga viti 2001. Kështu që pyetja reale është, në kohën që ishte kryeministër Ilir Meta dhe unë isha 14 vjeç, e kam falsifikuar unë një dokument i cili është i mikrofilmuar nga viti 2001? Apo mos vallë është zoti Meta me aleatin e vet doktor Berishën? Çfarë ndodh? Ndodh gjithmonë që kur ju çjerr maskat, siç unë kam bërë këto ditë, tyre interesave të huaja, të dalin në sinkron. Del një herë Omonia me deklaratën e dieshme që besoj e keni marrë, del sot Berisha me të njëjtën deklaratë. S'kan ku të më kapin, sepse unë i kam deklaruar publikisht, besoj se qëndrimet e mia janë publike. Ju nuk mendoni si deputet i Parlamentit të Shqipërisë dhe i qarkut dorë se ka dhe interese? Sa po ta mbaroj edhe me kënaqësi të vazhdojmë së çështje tjetër. Ajo që unë në përvojën time, në jetën publike, jo në atë politike, në jetën publike që kam vitet të tëra, është një refren i përsëritur. Sa herë nxjerr maska, tentojnë të bëjnë pis. Cili është problemi? Problemi është që unë s'kam skelete në dollap, kështu që jo më doktor Berisha që ka shumë skelete në dollap, jo më Fredi Beleri që ka shumë skelete në dollap, por askush s'ka ku të më kap.